Sot do të flasim për atë ngjarje të ndodhur në netët e dhjetorit të vitit tashmë të largët 1980 në bazat amerikane në Suffolk në Angli. Ky incident është quajtur në plot gojën si Roswelli britanik. Sipas dëshmive të disa ish ushtarakëve në zonën e Capel Green, një objekt i panjohur trekëndor me drita të pazakonta, është ulur një fushë dhe prej tij kanë dalë disa figura humanoide. Ne kemi folur shpesh në kanal se racat të jashtëtoksore që na kontrollojnë nuk lejojnë më përdorimin e armëve bërthamore, për arsye të ekosistemit dhe jo vetëm. Por mos harroni se jemi në vitin 1980, kur mbulimi i ngjarjeve që mjaft i thjesht nga ana e establishmentit, sepse raca jonë qeshte në atë kohë me këto tema. Edhe sot që po flasim, një pjesë e madhe qesh, pavarësisht se dje kanë dalë në fund në kinemat amerikane filmi i Spielbergut për këto tema. Shfaqja e tyre në mënyrë masive këto 2 vjet e fundit ka të bëjë me lëvizjen e kokave bërthamore nga ana e amerikanëve, të cilat kanë përfunduar në Europë. Ata kanë teknologjinë e përparuar që të fikin në çast kokat bërthamore, qoftë do të kemi një urdhër për aktivizimin e tyre. Mos harroni asnjë çast se të këqind jemi ne, jemi vetë ne si racë, dhe e dyta, kur shihni nëpër studio televizive të flasin për armë bërthamore, shumëzojnë me zero lajmin, se nuk guxon njeri t'i përdor, siç nuk guxojnë të shkojnë në Antarktidë. Kjo parantezë shërben për të kuptuar më mirë arsyeën e shfaqjes së UFO-ve në bazat amerikane, në RAF Woodbridge dhe RAF Bentwaters. Në këto baza në atë kohë flitet se qenë transportuar nga Amerika koka bërthamore taktike. Çfarë ndodhi në fakt në pyjet e Rand Leshamit në Suffolk, Angli? Le të fillojmë me dëshminë e Larry Warren, një pilot i klasit parë. Kur arrita në buzë të pyllit e para gjë që pash, që një ushtar i shokuar. Robert Ball foli më tepër, por ai që i shokuar. Që 28 dhjetori 1980-s dhe objektin e pa identifikuar e kishin parë pjesa më e madhe e ushtarëve. Duke ecur përpara në fushë, pash një mjegull të qartë në fushë me një diametër rreth 15 metra. Pash një dritë kuqe që po afrohesh nga ana e fushës dhe duke ulur fiks mbi mjegullën e dukshme. Papritur shkëlqeu një dritë verbuese e bardhë. Gjithçka u filmua në atë vend ku shfaq një objekt në formë delta trekëndshme, një objekt fluturues. Rreshteri specialist i forcave ajrore amerikane, Michael Stacy Smith, deklaron: një objekt sferik me ngjyra të kuqe dhe portokalliq, që rreth 60 cm mbi tokë, dhe u mora nishan me mitralozin M60, ndërkohë që ishte e friksuar për vdekje, duke mos ditur qëllimet e tyre. Një nga ushtarët kaloi gardhin dhe u nis drejt sferës, por ajo që pasoi na shokoi të gjithëve. Objekti u nda në 3 pjesë, deklaron majori e forcave ajrore amerikane Lori Rehfeldt. Nuk ekziston objekt fluturues që ta bëjë këtë, as në ditët e sotme. Në pyjet e Rand Leshamit, pati rrezë drite që drejtoheshin tek magazine e armatimeve, duke si një rrezë e trash që skanonte magazine e armatimeve, thot rreshteri Steve Longero, i specialist i sigurisë i forcave ajrore amerikane. Duke si ku kërkonte diçka, pash se si kamera filmonin dhe di që dhe kanë fotografuar dhe në atë moment, doli nga objekti një si balon blu dhe në ngjyrë floriri, duke qëndruar 30 cm mbi tokë dhe pastaj u nda në 3 pjesë. Brenda pjesës sipërme të këtij baloni gjendi diçka që nuk gjante fare me entitet njerëzor. Ai objekt fluturues, apo çfarëdo që të ishte, filloi të tërhiqej nga baza duke fluturuar drejt pyllit. Që ai objekt që i gjallë u mor vesh kur filloi të lëviz dhe të gjithë ne po e shikonin. Bëhet fjalë natyrisht për një nga rastet më flagrante të shikimit të objekteve fluturuese të pa identifikuara. Dhe për këtë rast është realizuar edhe një dokumentar i mrekullueshëm në 2019, ku janë paraqitur shumë herë më tepër dëshmitar se në 1980. Çudia më e madhe e dokumentarit që përshkrimi ditës së tretë me kontaktin me këtë objekt fluturues, i cili të jeni sigur që nuk qenë nga kjo botë. Capel Green quhet fusha ku ndodhi incidenti me takimin e një qenie jo njerëzore. Vendi në tokë ku kishte qëndruar objekti kishte një rrezatim të fuqishëm në dallim nga pjesa e tjetër e tokës dhe kishte gjithashtu një trekëndësh të saktë tek vendet ku qenë ulur këmbët e objektit. Rrezatimi nuk që i dëmshëm për njerëzit, por që e mjaft i lartë. Një nga gazetarët që punonte për Ministrinë e Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar, Nick Pope, i cili punoi nga 1991
deri 1994 në njësinë speciale për objektet e pa identifikuara fluturuese, ka realizuar intervista të panumërta me dëshmitar okular të asaj ngjarje, si dhe ka shkruar një libër të mbushur me informacione interesante mbi këtë ngjarje të quajtur Takimi në pyllin Rendlesham. Dokumentari realizuar mbi këtë ngjarje ka punuar mjaft seriozisht duke i testuar dëshmitarët me anë të poligrafit dhe sidomos Larry Warren. Ja çfarë thot specialistja numër 1 për poligrafin në Mbretërinë e Bashkuar, zonja Patty Musicaro, për Larry. Edhe diçka në raport me Larry. Poligrafi nuk është në gjendje që të ndajë një gënjeshtër të madhe nga një e vogël, kështu që sido që të jetë, do të marrësh të njëjtin rezultat. Kështu që ju them njerëzve të kenë kujdes për çdo gjë që thon, dhe po këtë ja thash Larryt, dhe ju përgjigj, fine. Në vazhdim do t'ju them që të gjithë dëshmitarët që kaluan poligrafin dolën me sukses, por le të merremi për një moment me dëshmitarin kryesor, koloneli Charles Hall, zëvendës komandant në të kohë i bazës ajrore RAF Bentwaters. Ja se çfarë thot zëvendës komandanti sipas një regjistrimi audio. Kujdes, po drejtoj ndriçuesin tim atje. Ja ku është? Po e shikoj. Çfarë është kjo? Nuk e di zotërisht, e çuditshme. Një dritë e vogël e kuqe rreth 400-800 metra largësi, ndoshta edhe pak më larg. Në këtë moment u zhduk dhe qe rreth 120 gradë nga pozicioni ynë. A u kthye prap? Po zotëri, përgjigjet prap Reshteri Neville. Gjithçka përreth është qetë, por nuk ka asnjë dyshim se aty tej dukeshin disa drita të çuditshme të shkëlqyeshme në ngjyrë të kuqe. Në këtë moment u bën të verdha dhe duket se po vjen drejt nesh. Po vjen drejt nesh dhe dritat janë më të shkëlqyeshme. Çuditërisht për saj po bien copa të vogla. Charles u përpoj që t'i afrojë këtij objekti dhe deklaron: "Dakor, po e shikojmë këtë objekt. Jemi 200-300 metra larg tij. Dhe duke parë me dylbi, duket sikur ka një boshllok në qendër me ngjyrë të errët. Duket si bebe syri që të shikon dhe të shkel syrin. Dhe ka një si shkreptim jashtëzakonisht të qartë dhe duket sikur do të më djeg syt megjithëse jam me dylbinate." Në këtë moment, objekti ndahet në 3 pjesë dhe Charles bashkë me ushtarën mbeten në buzë të pyllit. Një nga pjesët e objektit fluturon drejt një shtëpie fshatare dhe xhirçimi i saj që aq i fortë saqë duket sikur shtëpia po digjej. 2 pjesët e tjera lëvizën drejt veriut, larg nga ushtarët me një shpejtësi të madhe. Ndërkohë njëri prej tyre ndron drejtim drejt jugut, duke fluturuar drejt ushtarëve. Duke njësoj si një rrezë e fortë që po ulej në tokë, dhe kjo që pothuajse e pamundur. Nga objekti fillon të dalin copa si metale të vogla, dhe pas disa minutash shpërthen diçka si fikshe zjarre, duke u shpërndarë në të gjitha drejtimet. Charles së bashku me ushtarët mbetën të shokuar, dhe më vonë e kuptuan se asnjë nuk do të besonte për ç'kishin kishin parë. Kjo histori që e varrosur nga Ministria e Mbrojtjes Britanike, por fal gazetarit Nick Pope, ne morëm vesh se çfarë kishte ndodhur ato 3 ditë në pyllin e Rendlesham. Gjithçka mbi këtë ngjarje ka qenë e dokumentuar më së miri, por ajo që do të dëgjoni në vazhdim do t'ju shokojë. Në momentin kur koloneli Holt shikonte objektin në largësi, në pyll kishte disa skuadër patrullimi, që ishin futur në pyll që të shikonin vendin e uljes së objektit, sepse sipas njoftimeve të para, mendonin se kishin të bënin me një avion të rrëzuar. I pari që arriti në vend, që ushtari John Burroughs dhe reshteri Jim Penniston. Duke ju afruar objektit, reshteri Jim mendoi se nuk do të mbetej gjallë nga kjo histori. Objekti fluturues me formë drejtkëndshi lëshonte një ndriçim verbues, dhe koha përreth saj sikur ishte ngadalësuar. Jimmy kishte ndjesinë sikurese në një pishin plot me ujë dhe mezi lëvizte këmbët, dhe përdori gjithë fuqinë e tij që t'i afrojë objektit. Kur afrua 3 metra nga objekti, njeu një efekt të pashpjegueshëm dhe u gjen përballë me diçka të panjohur. Sipas tij, objekti reprezenton një fushë të shëndritshme dhe struktura e objektit ndryshonte ngjyrë. Kur afruam ngjitur me të, ngjyrat u zhdukën dhe pati mundësinë që të shikojë materialin me cilin që ndërtuar objekti. Sipas fjalëve të tij, objekti që ndërtuar me një material që i ngjatë në xhamin të zi të shkëlqyer. E vetmja dritë vinte nga lart dhe ndriçonte gjithë ambientin përreth. Jim Penniston po përpiqej që të shite në trup të objektit flamurin amerikan, por nuk kishte e thënë. Nuk kishte në trup as diçka si të themi motor apo dritare, apo në fundin ndonjë të futur si derë. Duke si të qendërtuar për një blloku monolit xhamit të zi të shkëlqyer.
Në një pjesë të trupit, Jimmy pa një lloj shkrimi si hieroglif me përmasa 1 metër me 15 cm, dhe dukeshi pikërisht kështu siç i shihni në ekran. Jimmy bën diçka që natyrisht nuk që e gjë e zgjuar. Prek trupin e objektit pikërisht tek hieroglifet, sepse dëshira që mjaft e madhe. Trupi që i lëmuar si qelq, por hieroglifet që nda ashpër si një letër e vjetër e ashpër. Pasi e preku hieroglifin, shpërtheu një dritë verbuesi që Jimmy e ngriu në vend. E vetmja gjë që e pa që një dritë e bardhë e shkëlqyeshme, dhe pikërisht në këtë dritë fillon të shfaqen numra vertikalisht në formë digjitale, njësha dhe zero, njësoj si punon sistemi kompjuterik. Jimmy nuk e kuptonte dot se nga vinin këta numra, nga drita apo nga vetë objekti. Ndoshta që një lloj lajmërimi digjital në vetë trurin e tij, dhe ç'është më e çuditshmja, koha ishte e lakuar, nuk kishte më asnjë kuptim. Para se të arrinte të kuptonte gjë, objekti u zhduk në pyll. Nga ana tjetër, koloneli Hall po dëshmonte për përvojën e tij. Pas kësaj ngjarje, të gjithë u pyetën nga ana e provëve në bazë për ngjarjen. Prezent në pyetje qenë disa persona të tjerë të panjohur. James Penniston përshkroi me detaje në 4 faqe historinë e tij. Pak më vonë, u detyrua që ta rishikoj përsëri deklaratën e tij, të cilën kësaj radhe përshkroi brenda gjysmë faqe, dhe në të cilën nuk ndodhi asgjë nga deklarata e parë. Pash disa drita, deklaroi, por nuk kisha iden se çfarë ishin. E njëjta gjë ndodhi edhe me të gjithë ushtarët që ishin dëshmitar në atë ngjarje. Ju thanë në mënyrë zyrtare se duhet të ndryshonin deklaratën e bërë, dhe se nuk u lejoi që të flisni publikisht për ngjarjen në fjalë, sepse do të kishin pasoja serioze, duke filluar me karrierën ushtarake, e cila do të përfundonte në vend. Varianti i retushuar i deklaratës së Jim Pennistonit pas 30 vitesh është kjo që shihni në ekran. Megjithatë, natë filloi të ketë vizione me numra që kishte para natën e ngjarjes, të cilat i shikonte aq qartë saqë vendosi t'i hedhë në letër. Njësha dhe zero, njësoj si kodi binar të kompjuterat, por që ai nuk e kuptonte. Për 30 vjet rresht, nuk i tha asnjëriu për ato kode të hedhura në letër, dhe vetëm 2010-ën, me kërkesën shumë kërkuesve serioz, vendosi të dalë publikisht me këto shënime të kodeve binare, duke shpresuar nga programuesi kompjuterik për të mësuar më shumë se çfarë qëndron pas atyre numrave. Njësha dhe zerot janë gjua programuese e kompjuterave, dhe me anë të tyre ti mund të dërgosh çfarëdo mesazhi që të duash. Kodi binar është një gjuhë universale me anë të cilës mund të komunikosh me çdo që kupton matematike. Pas atyre numrave, qëndronte një mesazh që shokues dhe që thotë: Hulumtimi i njerëzimit vazhdon me përparimin planetar të syve tanë. Viti i origjinës 8100. Në këtë mesazh ndodhet diçka fantastike. Koordinata gjeografike që tregojnë vendodhje të lashta, që janë mjaft të njohura, si piramidat e Gizës në Egjipt, linjat Nazca në Peru, tempulli i Apollonit në Greqi, si dhe shumë koordinata të vendeve të tjera në planet. Një nga koordinatat tregon dhe një ishull të vogël në pjesën perëndimore të Irlandës, në të cilin fshihet një mister i madh. Ky ishull quhet Brazil dhe është mjaft i çuditshëm. Duket dhe zhduket kohë pas kohe. Ky ishull ka qenë i shkruar në hartat në mesjet, por çuditërisht është zhdukur. Civilizimi kelt ka folur për këtë ishull dhe disa kërkues shpesh e kanë quajtur Atlantida Kelde, dhe po të lidhim me ngjarjen e sotme, ku nga objekti doli një balon i tejtdukshëm, ky është një nga rastet më interesante të ufologjisë. Të gjithë dëshmitarët pranuan se bëhej fjalë për objekt fluturues jashtëtoksor, kurse Jim Penniston thotë se kjo që një teknologji njerëzore e shfaqur nga e ardhmja, objekt fluturues interdimensional me origjinë njerëzore. Si do të reagonte një njerëz zakonshëm në këtë rast? Çfarë mesazhi mori Jim Penniston nga viti 8100? Kuptohet se probabiliteti që të gjithë dëshmitarët të gënjejnë është pothuajse zero. Për sa i përket udhëtimit në kohë, probabilitetet qëndrojnë, por shkencëtari Ronald Mallet shkon pak më tej, duke theksuar se mund të dërgojë mesazh në të ardhmen apo në të shkuarën, me ndihmën e kujt do të pyesni ju? Pikërisht me anë të kodit binar. Mesazhi i dërguar me ndihmën e grimcave subatomike dhe neutroneve, të cilat mund t'i vendosin në formë të tillë që të parat të tregojnë për lart, kurse të dytat poshtë, duke marrë kështu njësha dhe zero, me fjalë të tjera, kodin binar, mënyra vetme për dërgimin e mesazheve në të shkuarën
apo në të ardhmen. Kjo është fizika eksperimentale e skajshme, ku si princip është e saktë. Sot, udhëtimi në kohë duket përkulur hapësirë kohën, është diçka që lidhet shpesh me fenomenet UFO. A ishte ajo një objekt fluturues njerëzor? Nuk ka as edhe një fakt, sepse Jim Penniston nuk dha asnjë të tillë, kurse dëshmitarët e tjerë tha se qenie nuk ngjanin fare si njerëz. Nga vijnë këto qenie dhe çfarë teknologjie interdimensionale qëndron pas tyre? Historia është mos e vërtetë dhe dua komente nga ju se çfarë mendoni për ta. Ndërkohë vazhdoni të regjistrojeni dhe deri tek emisioni i radhës, mirupafshim.